E hadithi që ne përmendëm në fillim të hutbes, ka qenë një hadith që pejgamberi alayhis salatu wassalam e kalon si amanet ndaj një sahabiu që i tha: "O Muadh", i tha, "ndoshta është hera fundit që shifemi bashkë." Tha Muadh, o pejgamberi i Zotit, po kthehem, nuk po iki. Tha, "Ja iki, se ke punë. Ke punë në kuptimin për të ftuar njerëzit në Islam. E çojnë në Yemen." Tha pejgamberi i Zotit, "Ma lë një amanet që ta kem." Tha, "Friksoje Zotit kudo që ti jesh. Nëse bën një gjunof, bëj të mirë, se e mira ka për ta fshirë gjunofin që ke bërë. Dhe sillu me njerëzit me edukat dhe me sjellje." Kështu që e para gjë është që ne ta ndjejmë Allahun xhelalu kudo që të jemi. Nuk ka lidhje me kamerat, nuk ka lidhje me njerëzit, nuk ka lidhje me dritat. Pa mund të jetë njeriu gjatë gjithë kohës i tillë, është e vërtetë që është e vështirë me qenë i tillë, po të paktën kur të kujtohet të pendohet. Kur të kujtohet thotë Zot më fal. Kjo kërkohet për nesh o vëllezër kur jemi në shtëpi. Kjo kërkohet për nesh kur jemi në punë. Kjo kërkohet për nesh me komshiun. Kjo kërkohet për nesh për i plom tokë që hajemi me kufitarin. Kjo kërkohet për nesh për letrat e një prone që ne pretendojmë me padrejtësi. Kjo kërkohet për nesh kur jemi në gjyq dhe duhet dëshmojmë vërtetën dhe drejtën. Kjo kërkohet për nesh kur ne bohemi me vllajin, edhe pse është ngabim, ose bohemi me gjakun, edhe pse është ngabim. Kjo kërkohet për nesh. Kjo kërkohet për nesh edhe në atë moment që ti duhet ta pranosh gabimin dhe fajin. Dhe thush po, e bona, Zotin fal. Kërkoj hallallikun. Se o vëllezën, më mirë më uskuq, e më unzi, e më zverd në këtë botë, se sa më u pastrun zjarë xhehenemit, sepse nuk ja vlen me lujt biçoz, me gjën më të shtrenjtë që ka njeriu, jeta e tij. Zoti na fal, e Zoti na mëshiroft.